Nëse veç pak jena të përkushtuar në fe, edhe të kujdesshëm në arritjen e shpërblimeve, nuk ka mundësi gjunohet tona me i te i kalu shpërblimet që Allahu i përgadit për robët e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thot: "Men hamme bil hasana", kush do prej juve që veç i shkon mendja me kry një punë të mirë, o lem ya'malha, dhe nuk e vepron ato, Allahu ja shkruan një shpërblim. Dhe kush do që i shkon mendja me bo mirë, e bën atë mirë, Allahu ja shkruan 10 deri në 700 shpërblime. Ndërsa kush do prej juve që don me bën të keqe, edhe nuk e bën, Allahu ja shkruan një sevap pse e ka ndalu veten nga ajo e keqe, dhe kush do prej juve që e bën një vepër që mënon keq e pastaj e vepron atë keqe, Allahu azza wa jalla ja shkruan një gjuna. Nëse lexojna Kur'an prej veprave të mira ose prej veprave më të mira është leximi i Kur'anit, e pejgamberi sa thot, kush do që thot Elif Lam Mim, duke thonë elif harf, elifën i shkrojnë, lami unë i shkrojnë dhe mimin i shkrojnë, Allah shpërblen 10 deri në 700 sevape e kujt do një 7. Pra kjo hadith na tregon që nëse lexojna një faqe e që nashta i ka 1000 shkronja, i kena spaku 10.000 sevap. Po mos me kuptu si euro, se shumë herë i shkon mendja njerëzve një sevap në euro. Jo, ka mundsi një sevap, Allahu me shpërblim më shumë se dunjaja dhe çka konta. Pejgamberi sa thot: "Men salla qabla al-fajr rak'atayn", kush do prej juve që i fal para namazit sabahut, pra e fal sunetin e sabahut 2 rekate, Allahu dhul xhelal i jep shpërblim më shumë se dunjaja dhe çka konta.